Unë sot kam marrë një letër ftesë për takim me kryetarin e Lëvizjes Vendosje zoti Kurti në formatin 1+1. Pra, këtë herë të takohemi 2 me 2 dhe do t'i përgjigjem pozitivisht kësaj ftese. Besoj që kohën e takimit do të aranjojnë ekipet tona, por ky le të jetë një takim i parë dhe po ashtu do takohemi dhe do të provoj takohem dhe me liderët tjerë të partive politike dhe të PDK-s e AK-s për të parë dhe kuptuar dhe pozicionet e tyre. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Po nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, kjo është komunikimi. Ne do të ulemi me parimet tona, jo në këtë fazë të flasim për emra, do të dëgjojmë dhe palën tjetër. Politika s'bëhet dhe s'du të bëhet për emra përveçëm dhe për rahatime personale, pse që këtë kemi dëshmu tash e sa kohë. Çdo proces do të trajtojmë me fisnikëri, edhe proceset tona të brendshme partijake, po edhe ato institucionale të Republikës Kosovës. Të provojmë ta bëjmë një gjë, të shmangim zgjedhje të jashtëzakonshme. Vërtet do të ishte, e kam thënë më herët, çmenduri politike që nëse Kosova edhe një herë pas 2 muajve shkon në zgjedhje të reja të katërta për 1 vit e gjysmë. Kjo nuk ka më kuptim, nuk duhet si gjenerat politike të kontribuojmë në një gjendje të tillë, po shkojmë me vullnet mirë, do të qëndrojmë me vullnet mirë, por fundja unë besoj, siç kam deklaruar më herët, që edhe herën e kaluar, arsyeja për shkuarje zgjedhjeve të reja ka qenë apetiti i partisë së pashit të ketë gjitha pozicionet për vete. Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit, kur do që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e ardhshëm, pra nuk ka distancë largët kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do qoftë ajo dëshiron të mbajë kuvende, po sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotohem dhe këtu para jush edhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë, ai do ta thras me një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike, as jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të lira demokratike, i lirë ka qenë dhe vullneti 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK-n. Pra nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohe, tani të kemi nisma le të themi të njashme, nuk i bëjnë mirë LDK-s.